niste linçe qytetarëve të ndryshme, të paktën deri tani krimi kibernetik ka arritur të sigurojë 50 kallëzime dhe ankesa kryesisht, por edhe kallëzime nga qytetarët të cilët shprehen se kanë humbur sasi të ndryshme paras. Ka qytetarë të cilët kanë denoncuar pranë krimit kibernetik se kanë humbur 50.000 lekë të reja, pra ju janë zhvatur nga llogaria e tyre, të tjerë kanë arritur të kallëzojnë pra se kanë humbur 4 deri në 5 milion lekë të vjetra nga llogaritë e tyre. Megjithatë, këto janë le të themi prova të cilet janë mbledhur nga policia e shtetit dhe nga krimi kibernetik, të cilet po verifikohen dhe me bankën e nivelit të dytë, kuptohet e cila është hermetike në dhënien e informacioneve, pra kur kemi të bëjmë me bankat reale dhe jo ato të mashtrimit, si ishte rasti që kishte ngritur pra Orlando Gjoka, 21 vjeç banues në Laç. Ai kishte krijuar pra le të themi një faqe të rrem të bankës ku fillimisht u dërgonte qytetarëve linqet me premtimin e një kredie dhe më pas ai u merrte të dhënat e tyre nga aplikacionet smart, pra aplikacionet të cilet janë të shkarkuara në celularit e çdo qytetari, të cilet pra për të futur në llogaritë personale të çdo kujt nevojitet kodi personal dhe kodi. Pasi ai u kontaktonte qytetarëve, arrinte që ti kishte marrë këto kode përkërisht për numrin personal të tyre, numri personal të bankës, pra i cili kërkohet në aplikacionet smart në çdo celular, si dhe kodi që mbërrin në celularin e tyre dhe më pas ai futej në llogaritë e qytetarëve duke bërë transfertet e parave nga llogaria e tyre tek llogaria e tij.